është e vërtet, si që e parashtruat, kur unë ju referova Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht ju referova faktit që ata ishin promotorët më të zëshëm, krahasimisht me Bashkimin Evropian, janë dhe më të qartë, janë dhe më të drejt për drejt. Kujtoni këtu vetëm procesin e zgjedhjes së kreut të SPAK. Okay. Një sken ku përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadorja Yuri Kim në ato, shkon në KLP, në organin që do duhet ta zgjedhë dhe e monitoron nga afër atë proces. Dhe ishte ky monitorim i afërt nga përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që nxori zotin Dumani si të parin dhe i dha pse jo edhe legjitimim, po i dha edhe mbështetjen politike, po doni ju, që e ka quar SPAK-u, personazhin Dumani, po me gjitha edhe SPAK-u, i ka dhënë këtë lloj mbështetje nga publiku shqiptar. Do duhet ta pranojmë raportin special të publikut shqiptar me atë amerikan.